3 aktorë që nuk janë vetëm aktorë, por edhe aktivista, u organizuan me art të tretë bashk për shkak se ata kanë qenë bashk si studenta në Prishtinë duke studiuar aktrim, kur janë dëbu prej forcave serbe përmes trenave në prill 99. Këta janë Armand Morina, Kushtrim Hoxha edhe Arjeta Jeti. Besoni, rrëfimi i çdo njeriu që man mend kohën e para bombardimeve, edhe bombardimet, besoni, unë jam inspiru shumë prej një libri në Bosne, kur një autor ka shku ka bisedu prej pastrusit deri te luftëtarit e profesori, se cili kanë vështrimi i luftës, kjo është sikur një puzzle. Dhe më thonë, edhe një rrëfim ma i thjeshti, nëse dikush ka pas, që ka najtë vetëm e mshel, veç ajo pritje, ai mundet me tregu pas fundësisht. Edhe ata që kanë turp në të shkruin, ka dikush që s'mundet me dalë para kamerës, le të shkruan, ne duhet mu rrëfy. Rrëfimi është edhe shkarkim. Unë e shpesh që të regova, i shti njerëzit me folë për luftën. Çfarë rrëfime ndëgjoj, mdo këtë vetja që s'jem të jetu në Kosovë, kur i ndëgjoj që shkoj diku si aktorit, i shti me folë për luftën, mënyrat, depërtimet, detalet, jenë me miliona detale njerëzit se si mbjetojnë në luftë. Edhe mos u frikoj që thu është e thjesht, ti thuje se cili du të me thonë kanë vështrimin e vetë, edhe ti e pjesë e kësaj historie të dhimbshme. Edhe ne jemi një vend i ri, po me histori shumë. Atëherë ne du të me mbledh kadale këtë këto histori. Po shumë e rëndësishme me tregu historinë e vërtet që ka ndodhur në atë kohë, edhe kush ma mirë me tregu atë histori se njerëz që kanë përjetuar atë kohë. Kështu që nuk ka motivim më të mirë për gjeneratat e ardhshme, sepse historia ka njerë dhe rishkruhet mrapsht. Kështu që është ma mirë me qitë në video, në letër, ose me spjegu njerëz që kanë përjetu. Çdo njeri në Kosovë mos harrojmë atë kohë ka dramën e vetë personale. Pa marrë parasysh çfarë është ajo. Kemi obligim se na e kemi jetu, po ka mësim në qatë histori. Edhe thjesht duhet me bo për gjeneratat e tjera, duhet me bo për fëmijët tanë. Është e rëndësishme për ta me ditë. E kemi obligim, thjesht.